Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Tumo, Melia Durrës. Nepo baby, nepo kid është një term amerikan i viteve të fundit, në mos gaboj ka qenë një artikull në New York Magazine që në fakt foli për fëmijët e Hollywoodit, për ata që kishin bërë karrierë nga lidhjet e tyre familjare. Tani, fëmijët e privilegjuar kanë ekzistuar në çdo kohë. Në periudhën komuniste kanë qenë fëmijët e ish-bllokut apo fëmijët e sekretarëve të parë në atë kohë. Në vitet 90 kanë qenë fëmijët e politikanëve, të intelektualëve, të pasurve, të biznesmenëve. Ka një tendencë nga shoqëria për t'i gjykuar pse këta fëmijë i kanë patur gjërat gati. Tani, fëmijët nuk kanë faj për faktin që i gjejnë disa gjëra gati. Në këtë platformë kanë folur me shumë njerëz që nuk kanë patur asgjë gati në jetë, cilët i adhuroj, i admiroj, shoqëria i duar troket pak më shumë se fëmijët e tjerë. Por unë mendoj që ne ka ardhur koha që duhet i dëgjojmë të gjithë. Edhe ata që i kanë gjetur gjërat gati, nuk e dim se sa të lumtur kanë qenë, nuk e dim se çfarë betejash kanë bërë me veten edhe me jetën e tyre. Plus që ka një moment në jetë që unë mendoj që të duhet të ballafaqohesh vetë me jetën e të notosh vetë në det, siç na mëson profesor Adem Tamo. E kam kërkuar një nepo kid, e kam kërkuar një fëmijë të privilegjuar, nuk ka qenë lehtë për ta gjetur, u habita shumë kur ai më tha po. Erik Fullani, mirë se erdhe në podcast. Mirë se gjeta mja. E di që më bëri pak habi që më the po, isha pothuajse e bindur që do të më thoje mira, unë i kam lënë pas portalet, podcastet, intervistat, mediat. Dhe më duk që ky Eriku i ri vitet e fundit nuk e pëlqen më mediatizimin e tij, por më erdhi shumë mirë që ti the po. Është e vërtetë edhe unë kam zgjedh vetë që t'jem larg kamerave, po se menova dy herë kur më thirrë ti. Po pra. Ti e di që unë të ndjek, më pëlqen, edhe se menova fare, thash direkt po. Siç e pete vetë. Kjo është shenjë pjekurie, ta dish. Je në vendin e dur, Erik Fullani. Jam shumë i lumtur, jam shumë rehat. Më vjen shumë. Erik, sa vjeç ishe ti kur jeta jote u bë lajm? Kam qenë vitin e parë të universitetit, 20 vjeç. Edhe erdhi krejt pa pritur, po që arritëm ta menaxhojmë. Okej. Rrugë e gjatë për menaxhimin. Si ndjehesh ti sot, Erik, kur shikon lajmet e tua në portale, kur sheh titujt, kur sheh fotot e tua, komentet për ty? Sot nuk më japin asnjë lloj emocioni. Po në atë kohë kanë qenë vështira. Pra ti zgjohesh mëngjes edhe shef çdo lajm, çdo titull me emrin tënd që shkruajnë çfarë t'i vinë men. Pra, histori të vërteta, të pavërteta, duket sikur gjithë syt janë ke ty, s'është ai shkollaj. Sidomos në atë rast se mund të kesh bërë diçka të bukur, të kesh fituar një kompeticion e diçka dhe patjetër që e ndjen atë qefin e madh. Po kur je para gjykimeve, para ofendimeve, përpara gjithë këtyre komenteve si shteti, që si menaxhoja aq mirë se që menaxhoj sot, se sot qesh, mundon të kuptoj njerëzit. Në atë kohë nuk ishte kollaj. Pse mendon ti që u vure ti në spotlight, në dritë, në projektorët e medias? Si ti kishte edhe plot fëmijë të tjerë? Ishe ti një djalë pak më hokatar, ishe ti një djalë më simpatik, çfarë ndodhi? Kush ja vuri në një kuptim në thonjza shkrepsen imazhit tënd mediatik? Tani, ajo nisi si i sulm për familjen time, për babait tim, që në atë kohë ishte guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Dhe mbasi e zauruan gjithë ato, domethënë, pjesët ku çfarë mund t'i thonin, si mund ta shanin, si mund ta sulmonin, gjetën një Erik që ishte aty, që e kishin shumë kollaj për të thënë çdo gjë për të, se ndoshta dhe jeta që unë reklamoja në rrjetet sociale aso kohë ta bote më të lehtë, që ti mund të thoje çfarë doje, po kur e shohim sot që fëmijët e asaj moshe postojnë gjithë, e kanë këtë tendencën për të postuar jeta luksit, pushimet, qefet, nuk ta vret syrin si në atë kohë. Atë kohë nuk ishte kaq që ishte pak më e rrallë, edhe njerëzit u gjetën para pra djali i guvernatorit bën nga këtë jetën e shturur
dhe kishin hapësirë të thonin çfarë donin edhe ta sulmonin si donin. Ishte lajmi që mbaj mend dhe që unë të njoh ty është ai 500 euroshi. Po, atë më përmend çdo njeri që hasën për herë të parë në jetë. Ai ishte një shaka me shokësh që i fest, e kisha bler një facolet që ngjante si kartë monedë 500 euroshe, edhe postova me vetdije, me shaka për shef, po aty u kapën, e zmadhuan, e bën, në atë kohë ishin dhe gazetat që u printonin bardhëzi, edhe sarije do ta bëjë diferencën që është lek origjinale, është po ta shohësh foton reale që kam pasur në Instagram, që e kam akoma po ta kërkoj. Po mund ma nisësh. Patjetër, duket haptëzi që është ngjyra ndryshe, shkrimi ndryshe, çdo gjë. Kishe ti para mjaftueshëm në kuletën tënde në atë kohë të jepnin prindrit? Jo shifra marramëndse, siç mund mendojnë Për njerëzit. shembull, sa ishte një kuotë ditore për ty? Po që po doja ta bëja atë foton me kartë monedë 500 euro, patjetër që si çdo kush mund ta bëja. Ti kur u ndjeve që kjo ishte, kur e kuptove që ishte një kurth? Kam frikë se në fillim të gjithëve 20 vjeçarëve pak vëmendja ju pëlqen. Qoftë edhe për keq, është një lloj vëmendje që tërheq më shumë, ka një lloj fushë magnetike edhe me vajzat, po dhe me shokët që do duan të kenë atë profilin. Jeta publike është tërheqëse, sidomos në rini nuk i kupton dhe pasojat. Më thënë drejtën që në fillim nuk më pëlqeu. Ashtu. E ndjeva që ishte sulm, e lexoja ke sytë e njerëzve, kur kryqëzoja në rrugë, sa dile nga shtëpia mëngjes, shifja një urrëtie, njerëzit donin dinin më shumë, donin të më analizonin, isha gjithë kohës I paragjykuar. Pastaj kur lajmet kjo u sfumua pak kjo pjesa sulmit, drejtësia tha fjalën e fundit, mori vendimin e vet, çdo gjë u qetësu, lajmet u kthyen pak në lajme lifestyle-i. Edhe me thënë drejtën në atë periudhë s'mund të them që nuk më pëlqen. 20 vjeçar që je. Lajmet ishin më shumë për jetën tënde romantike. Në aso kohë, po. Po. Si e ke përjetuar ti momentin e babit, arrestimin e Ardianit? Tani zgjohesh një ditë mëngjes dhe një ditë para je djali i guvernatorit Bankës Shqipërisë dhe antarës gjykatës lartë. Dhe të nesërmen duhet të shkosh dhe të takosh babain tënd mas ekrave si një i pandehur. S'është e lehtë. Unë isha, domethënë, i vetmi djalë në shtëpi, kisha vetëm mamin dhe motrën, por se ato ishin shumë të forta, ne e dinin të vërtetën. Unë ja kam thënë mas shumë vitesh babait tim, po dhe në kulmin e sulmit, kur nuk pata asnjë fije dyshimi. Se mund dyshosh, darke, thua, okay, ky është babi im, unë jam fëmia këtij, jam krenar, po ka bërë diçka që s'shkon, ndërsa kjo gjë u bë kaq e madhe. Se pata kur këtë dyshim, asnjëherë. As mendimet e mia me veten time më të thella, kur nuk e dyshova pafajësinë dhe që babi im ishte i drejtë, se vuaj ku dyshim. Besoj që sot në këtë kohë, kur e sheh në perspektivë, të bën krenar kjo, që nuk e vure në dyshim babain. Patjetër. Çfarë të ka thënë ai atëherë, ndonjë porosi? Unë jam rritë në një familje me shumë rregulla. Na ka mësuar të respektojmë familjen, të respektojmë njerëzit, çdo njeri. Pavarësisht çfarë punë bën, nga vjen, kush është, mos gjykojmë. E di që duket e çuditshme se shkryu ajo ideja, po ne jemi rrit me idenë që vetëm puna të bën suksesshëm edhe të bën të lirë. Sidomos. Po. Dhe këto janë ca mësime që ne, edhe pse s'na i kanë thënë ball për ball, e kemi kuptuar me kalimin e kohës, ne kemi qenë gjithmonë. Unë jam rrit me 2 prindër kanë qenë gjithë kohës në punë. 24 orë, prindërit e mi, unë fleja kur ato ishin në punë, dhe zgjohesha ishin në shkollë, ato iknin në punë. Jam gjyku në për shoqëri, më kanë thënë disa herë që s'ke pas vëmendje, ku ke qenë i vogël, s'mendoj se është kështu. S'do doja të ndryshoj asnjë gjë. Nga prindërimi tyre. Fare. Uroj të kem të njëjtin prindërim unë me fëmijët e mi në të ardhmen. T'i afrohem sado pak. S'kam asnjë. Ti kanë dhënë ty të gjitha prindrit e tu, Erik? I ke patur ti, është e vërtet kjo që ne, apo njerëzit nga jashtë që lexojnë për ty,
që ti kanë plotësuar gjitha dëshirat ata ty? Më kanë plotësuar shumë dëshirë. Dhe më kanë nejtë afër në realizimin e ëndrave të mia. Si çdo i ri nuk ke gjithmonë të njëjtën ëndër. Po asnjëherë atë lirshmërinë që po, na, të ma bëjnë të lehtë kur. Asnjë, unë kam punu që i vogël edhe në verë, gjatë pushimeve që 15 vjeç. Çfarë punë ke bërë ti? Unë punë e parë e kam bërë tek QTU-ja, 15 vjeç. Po çfarë bëhet ti te QTU-ja? Shit? Unë te QTU-ja i preka gjithë departamentet që kishte QTU-ja, që nga magazina, mësoja. Më shumë, po dhe jepi atë kontributin tim, se edhe ligjërisht nuk mund të punoja në atë moshë. Pra shkoja, kisha një orar, mësoja si të sjellesha me kolegët, mësoja si t'ju drejtoja e prorëve, themi, me fjalën shef, që në atë kohë. Ka qenë eksperiencë shumë bukur. Shkoje me dëshirë? Me shumë dëshirë. Kush ishte ai nxitsi më i madh në familje? Babi apo mami që ti të punoje? Babi ka qenë gjithmonë. Babi. Po. Ariana, si të gjitha nëna që me djemt ka një lloj dobësie, besoj. Po, e vërtet. E vërtet. Edhe Ariana nuk është aq kështu e butë sa duket. Por çfarë të kanë kritikuar ato ty, veçanërisht? Ka patur ndonjë moment që ata kanë qenë të mërzitur me ty? Me thënë drejtën, fillimisht kanë qenë shumë unë kam qenë shumë bipesh, ti e di. Okej, po. Pra, një 10 vjet ka qenë lufta që unë dobësohesha. Edhe ishte lufta që e madhe, sa që këto tjera të sfumonin pak. Po punën e kanë pas gjithmonë. Puna, shkolla, ajo ishte kryesorja. Për çfarë ke studiuar ti? Unë kam marrë juridik. Po ti po e praktikon? Nuk praktikoj shkollën që kam marrë, jam biznesmen, por më ndihmon shumë. Okej. I e futur biznesit, që bën sens në familjen tënde, ju dini çfarë është paraja, ju e kuptoni paran, a e doni ju para në shtëpi? Shumë? Unë personalisht e du shumë, nuk e di sa më do. A të do? Si mendon? Mendoj se më do. Okej. Kur thuaj që më do të thua që vjen tek ti? Kur e shef që po ja bëj hizmetin, vjen. Mirë, ashtu i do të gjithë. Pra do t'ja bësh hizmetin që të vi. E shpenzon paran? Jo facoletat, paran e kam fjalën. Kur fillon e kupton vlerën e lekut, dhe pse ne jemi rrit me atë idenë që shif se leku me zi bëhet, me zi fitohet, është kështu. Kur fillon e bën vetë, kur je para shpenzimit, e bën atë llogarinë që sa do më duhet mu, ti fitoj këto që po shpenzoj. Ndryshe nga çka qenë më përpara. Fole pak për mbi peshën. Edhe ti ke bërë një punë të madhe me veten tënde, sot je fit, bën shumë palestër, ja ke dalë dhe është shumë mirë. Çfarë i ndodh një njeriu që ka qenë për shumë vite në mbi peshë dhe më pas rimerr një formë të bukur dhe shikon veten në pasqyrë? I ndryshon jeta në formën më të mirë të mundshme. Sa mirë më vjen. Nuk është, domethënë, është një kënaqësi që nuk e përshkruaj dot. Thjesht njerëzit që të thonë në rrugë që sa që ke dobësu, është një kënaqësi të ndryshon jeta në çdo aspekt. Si ndihesh me veten, si shikoj njerëzit, të rritet kualiteti i jetës në mënyra të vetë domethënë, është gjëja më e mirë që kam bërë për jetën, për veten time, ndihem shumë mirë, jam shumë krenar, edhe du që njerëzit ma thonë atë që bravo. Bravo Erik. Mjet zemër. Duke shumë mirë, duke shumë fit, në fakt ne banojmë në trupin ton, edhe është i vetmi që marrim me vete kur ikim. Duhet ta trajtojmë mirë atë, jo vetëm fizikisht si pamje, por edhe si shpirt edhe si mendje. Duke qenë se ke qenë në këto dallgë dhe tallazet të jetës, me gjithë të mirat dhe vëmendjen, a ke patur ti momente Erik që ke patur nevojë të flasësh, ke shkuar te një psikolog apo te një psikoterapist? Ke patur probleme me ankthin? Nevojë për të folur kam pasur dhe kam, besoj çdo kush nga ne ka. A i ke bërë? E kam bërë. Shumë mirë. Problemet me ankthin nuk i kam publikuar kur, si kam bërë kur kështu, se tani jam bërë si mod. Unë i kam pas problemet me ankthin. Ndoshta dhe janë shtuar, mbase s'janë mod, mbase njerëzit e thonë më kollaj. Para vitesh, sa njerëzit nuk kishin shumë informacion mbi këtë gjë. Dhe mu më ka lodh kjo pjesë në atë kohë që
nuk gjeja përgjigje. Por besoj që e kam dhënë atë kontributin tim tek njerëzit që jam has në jetë me të njëjtat probleme. I kam tregu historinë time, i kam tregu si ta luftojnë, si ta menaxhojnë. Dhe nuk është shaka. Jo. Depresioni, ankthi, çrregullimet e ankthit nuk janë absolutisht shaka dhe ta marrin jetën peng. Dhe mua më duket Erik që më përpara mendonim që vajzat ishin më shumë të prirura për depresion apo ankth. Po kemi qenë shumë të gabuar. Unë shoh shumë djem dhe burra që kanë probleme me ankthin. Ankthi shkon te njerëzit, nuk shkon te gjinit. E vërtet. Si ballafaqohen djemt me anktin sipas teje në përvojën tënde? Djemtë kanë shumë më vështirë se vajzat. Vajzat flasin, shprehen, marrin shoqin telefon. Është vështirë ti jesh burr. Ka vështirësitë e veta. Shumë të mëdha. Dhe shumicën e rasteve do ta zgjidhësh me veten tënde. Me astikun, them unë. Ti ke patur shok të mirë rreth vetes, Erik, se familja është një gjë, po ne jetojmë shumë me miqtë dhe ato janë familja jonë e dytë, madje ndonjëherë ndikojnë shumë në fatin e jetës tonë. Kam qenë po aq me fat. Sa kanë qenë dhe ata me ty? Po, dhe po aq me fat, sa kam qenë me familjen, kam qenë dhe për shoqërinë. Okay. Kam shok shumë të vjetër, shumë të mirë, i merrit bashkë, punojmë bashkë. Dhe pak, ato shumë pak të ri që i kam po aq të mirë. Prandaj jam bërë shok me to. Ti je një ekstrovert, ti je një njeri i shokëve, i shoqërisë. Të shoh gjithmonë me tavolina të mëdha, me shumë njerëz. Ti rri vetëm? Di të rish vetëm? Rri dhe më pëlqen. Nuk kam basnetë. Tani rri më shumë vetëm. Më pëlqen të flas me veten, të mendoj, të shkruaj ato mendimet e mia, të lexoj. Si është ish bloku? Apo këto qendrat, se ka disa qendra Tirana tani? Është edhe pak këtu ky pellgu tek Errol Benja, afër piramidës. Si është një qytet, janë zona, janë habitate më të vështira për djemt apo për vajzat, Erik? Unë jam rritur në blok. Që 10 vjeç. Nga gjithë këto 20 vite në blok, më shumë histori të vështira kam dëgjuar për djemt se për vajzat. Të jem realist. Bloku është si një komunitet që duhet të krijosh atë emrin tënd. Të jesh djalë i mirë, respektueshëm, të kesh rregulla, sepse njerëzit ecin me opinion. Dhe pasi ti e ke formuar atë opinionin tënd mirë, njerëzit e dinë kush je, jetohet shumë mirë. Po për të ndërtuar reputacionin për cilin ti po flet, është një rrugë e gjatë. Është, patjetër. Dhe çfarë është reputacion sot në bloke apo në zona tjera? Të jesh i pasur, të jesh i suksesshëm, të jesh i sjellshëm, gentil. Cili është modeli i suksesit për të rinjtë e sotëm? Se unë shoh sa gjëra në Instagram dhe rrjetet sociale, që nuk mund të them që jam shumë optimiste. E vërteta është kjo. Po ke shumë drejt. Po prap për mendimin tim është të jesh i suksesshëm, të jesh djalë i mirë, të jesh i sjellshëm. Të japësh dashuri njerëzve, po dhe mos tolerosh. Pra, nuk do të tolerosh shumë. Më pëlqeu kjo, më pëlqen ta elaborosh pak. Deri ku është kufiri i tolerancës? Çfarë nuk fal Eriku? Dhe çfarë nuk duhet falin djemtë e rinj? Djemtë e rinj nuk duhet falin të cënohet familja, të cënohet puna, paraja, reputacioni që kanë ndërtuar, sepse në blok nuk jetojmë vetëm ne që kemi shtëpinë aty. Bloku pret dhe përcjell për ditë njerëz që ti mund t'i shohësh vetëm një herë në jetë dhe nuk do kryqëzohesh më kurrë me to. Që secili nga ato ka idetë e veta të ndryshme nga ty për këtë reputacionin, ndoshta dhe nuk i intereson. Do të jesh i kujdesshëm, të tregosh respekt, po dhe mos tolerosh. Çfarë do t'i këshilloje sot ti një 19 vjeçari, një 20 vjeçari? Ta shijonte. Bënte qef. Dhe të rritë larg veseve. Po që ndroj larg veseve, çdo problem tjetër që vjen, zgjidhet. Veset janë ato që të çojnë në përpika që s'ka më kthim. Ti kur ishe 20 vjeç, kishe një ëndër? Përveç asaj që dukej nëpër portale. Kam pas shumë ëndra. Okej, shumë mirë. Po disa prej tyre duhet ndjek në kohë. Janë disa ëndra që duhet kohën e vet. Nuk duhet presësh për nesër, hase kam kohë, duhet ta ndjekësh atë.
Nuk jam pishman, pra se gjë që kam bë. Po, për disa ëndra do doja... Për shembull, çfarë do korrigjoja? Hajde, le t'i themi. Do dish ëndrën time më të madhe. Po, patjetër. Është pak e çuditshme. Kam dash të bëhem ushtarak. Gjithë jetën. Ëndra ime më e madhe ka qenë të isha pjesë e forcës speciale të ushtrisë. Po mirë, edhe unë, grua jam dhe kur shoh filma zakonisht me Shtëpinë e Bardhë, që dalin ata generalët dhe flasin, gjë e bukur është, autoritet. Kjo tregon që të pëlqen autoriteti. Më pëlqen shumë. Edhe do doja shumë, jo t'ja imponoja fëmijëve të mi, po do doja shumë që, po më doroj Zoti ideal, ai ta ketë këtë ëndër, do ta suportoja shumë. Se më dolet ideali, edhe më duket mua sikur je stabilizuar dhe në romancën tënde, në jetën tënde intime. Kam vendos të bëhem çuni mirë këtë herë. Kaq mund të them. Okej. Shohim tani se do na dalë. Shumë mirë, më vjen mirë. Ke plana? Kam shumë plane. Mundohem t'i ndjek. Okej. Dhe E kisha fjalën për martesën, domethënë e mendon ti që do të martohesh, do krijosh familje një ditë. Unë si Erik du të martohem, bëj dasëm shumë të madhe. Për këtë të dytën nuk kisha asnjë Du dyshim. shumë të madhe, më të madhe se që shpa një herë. Me shumë të ftuar. Në Shqipëri apo në Itali dhe ti? Shqipëri, në Tiranë. Okej. Më E kam pëlqen. gjetë dhe vendin, nuk e them se kam hallë se më marrin, po është një vend historik i Tiranës. Kaq mund të them. Okej, shumë mirë. Ti do ishe ftuar patjetër, kështu që Mezi e uroj pres. të vija ajo ditë, sa më shpejt. Mezi e pres. Mua më pëlqejnë shumë gëzimet e tjerëve. Edhe mu gjithashtu. Kam marrë një lloj lumturie dhe përmirësohem, jam dhe më produktive. Edhe mu gjithashtu. E shijoj sikur të jetë i imi. Nuk është fare hipokrizi dhe nuk është një gjë idealiste. Është pavarësisht asaj që mendoj unë. Vërtet ndjehem ashtu. Dhe sidomos dasmat. Atëherë, Nuk lodhem duke kërcyer dhe duke shkuar në për dasma Edhe të mu bukura. m'pëlqen shumë. Atëherë martohu sa më shpejt, Patjetër. se ti e ke në dorë. unë, Zoti, jam shumë komponent. Pse, shiko si u tregova unë, ti e ke në dorë. Ne na ende mendojmë që djemtë e ka në dorë. Në fakt nuk e ke as ti as unë në dorë. Është tamam në dorë të fatit. Djemtë, nuk e thonë fjalën e fundit, e thonë vajzat. Tamam, po apo jo? Por apo janë e kanë vajzat gjithmonë. Shumë mirë. Ti e mendon propozimin që t'ulesh në gjunjë dhe të bësh atë Po si do vi filma. dita besoj edhe unë që do bëj një propozim. Bravo. Tani të shohim se jetës nuk e di. Duke parë duke bërë. Patjetër. Edhe Roma nuk është ndërtuar brenda një dite. Vërtet. Dukesh njeri i lumtur për nga natyra. Për ty, unë pyes shumë të ftuarit e rik për lumturinë. Edhe sigurisht marr përgjigje të sinqerta. Disi të përmbajtura. Për Erik Fullanin çfarë është lumturia? Dhe kur e ke provuar ti? Lumturia për çdo njeri është ty të bën të lumtur çka ke prioritet. Disa njerëz i bën paraja, disa i bën fama. Dhe e ndjekin këtë lumturinë pa menduar kostot që do pagojnë për secilin nga këto rrugë. Mu më bën të lumtur një familje e shëndetshme, një punë e mirë, një jetë cilësore e shëndetshme. Mendoj se kjo më bën të lumtur. Je njeri që i tregon planet apo i mban për vete? Shumicën e planeve i shkruaj, Ke ditar? i shkruaj në telefon. Në noc. Një lloj ditari është ditar teknologjik, edhe unë aty i mbaj gjithë shënimet. Plot me... E kam darë dhe me folle, dhe shi ta kem më kolloj për t'i gjetë. Okej. I shkruaj, i tregoj, mbas i kam filluar t'i vej në punë. Pra, jo para se t'i nisë. I tregoj familjarëve, shokëve të mi, pa tjetër që më dëgjojnë. Mendoj se jam aq interesant sa të më dëgjojnë fakten. Po shumicën e rasteve i shkruaj dhe i mbaj aty, i rishikoj, i korrigjoj. Nuk i editoj, se dua di çka kam menduar, çka plani kam pas në datën kur është krijuar. Si shkrim. Edhe i kthehem një pas për me pa. Çfarë mendon se është pika jote më e fortë? Jam i djalë me karakter të fortë, Okej. me rregulla. Okej, shumë mirë. E kuptoj. Unë për aq sa të njoh, më je dukur një njeri me këmbë në tokë, dhe duket e çuditshme e thënë kjo për ty dhe për imazhin tënd, por më dukesh një njeri i dashur, i qeshur dhe them se kjo është një pikë e fortë që duhet
përdor shumë tek vetja. Nuk duke shumë i qeshur me njerëzit, shumë komunikativ. Unë jam rritë me gjyshen. Okay. Ne që rritemi me gjyshet, marim atë Edhe unë jam rritur me gjyshen, e di? Edhe ti e qeshur. Po shumica e fëmijëve në fakt janë rritur me gjyshet, varet dhe çfarë gjyshe kemi patur, a? Unë e kam pas shumë. Edhe ajo më ka bëu kështu dashur, të mirë, ajo nuk shante kur, lavdrote, do të t'inimote njerëzit, të respektote të gjithë i saj. Edhe kështu jemi të gjithë familjarisht, po nga ajo kam marrë më shumë unë, duke qenë se kam shpenzuar shumë kohë. Jam rritë me të praktikisht. Çfarë raporti ke me Fionën, motrën? Me motrën? Fionën e du fort. Është qofse do kisha pas një letër që t'ja kërkoja Zotit me shkrim se si do e doja motrën, është fiksa ashtu siç do e kisha kërkuar. Nuk do ndryshoj asgjë. Është deklarata e parë për një motër në këtë platformë. Më vjen shumë mirë. Edhe deklarata ime e parë për motrën. Bukur shumë. Si është dita jote sot? Unë qohem shumë herët. Po, se dhe për këtë podcast po e regjistrojmë herët. Kjo ishte një tjetër surprizë për mua, sepse ndërsa unë ja lija oraret e Rikut, duke e paragjykuar si një njeri që mund të zgjohet vonë, si një fëmijë privilegjuar, i përkëdhelur, Eriku ishte gati të vinte në orën 8 të mëngjesit. E kemi nisur në fakt në 9, sa në 9 e lam, po mund të vinte edhe në 8. Qohesh herët, je njeri mëngjesit? Qohem 7 gjys çdo ditë, marrë të mëngjesin tim me Terezi, pi kafe, pastaj i futem punës. E kam paraditën shumë më produktive se mësditën. Mësditën bëj sport, e marr me qetësi pjesën e sportit, dhe bën shumë mirë. Mëngjesin e kam shumë produktiv. Për 2 orë mund të bëj punë sa për 5-6 orë. Po më dukesh në paqe me veten? Mundon shumë t'jen. Sa vjeç je? 32 bëj. Okej. Je shumë i ri, po është moshë që duhet jesh i pjekur. Kam pas një ndryshim të madh vitet e fundit dhe mundom të jem sa më në paqe me veten. Kur thua një ndryshim të madh me veten time? Kam ndryshuar ditën. Okej. Kam ndryshuar pjesën e punës. Kam ndryshuar pjesën e sportin. Kam ndryshuar shumë gjëra që janë të shtyn drejt që në të paqe me vetë. Okej. Ke ndryshuar miq? Ja. A të ka zgënjur ty dikush që do ta thoje sot? Pa emër. Një situatë që të ka lënduar një moment, nga shokët gjithmonë flas në miqësi. Gjithë lëndohemi ndonjëherë, nuk edhe ne lëndojmë. Zhgënjimet dhe tradhtia kanë të njëjtën shije, si në raport, si në shoqëri, si në familje. Tradhtia të njëjtën shije ka, shije të keqe shumë. Asnjë nuk do ta përjetonte. Po kam zhgënjur, jam zhgënjur, po i hedh pas nuk e rrit merrem shumë me atë. Mendoj se ka humbur pala tjetër kush më ka zhgënjur, jo. Kështu që edhe për zhgënjimet që kam bë vet, i kam bë pa dashur, po i kam bërë. A është diku një njeri, ndoshta një vajzë, që sot do doje t'i kërkoje falje? Nuk ka rëndësi. Sigurisht që ta vazhdon, ajo mund të jetë mirë, ti je në jetën tënde, po të gjithë e kthejmë ndonjëherë kokën pas dhe themi, këtë moment do doja ta kisha menaxhuar më mirë. Nuk besoj se do doja t'i kërkoja falje, sepse ato që mund të më vinë në mend, kanë qenë pjesë e jetës time, e shkuarës time, kemi qenë shumë të vegjël dhe ato më kuptojnë. Okej. Më kanë kuptuar dhe më kuptojnë siç kuptojnë ato. Kështu që nuk është rasti për të kërkuar falje. Ti je njeri që ke rënë në dashuri shpesh? Je tip që bie kollaj në dashuri? Shpesh. Tani dashuria është fjalë e madhe, po që imazhi i femrës ka qenë gjithmonë prezent në jetën time si pjesë e rëndësishme. Kur ka qenë dashura jote e parë? Sa vjeç ke qenë? Kam qenë 16 vjeç. Duhet jetë krejt ndryshe për një djalë? E dashura e parë 16 vjeç, pavarësisht që kanë filluar ato flirtet që më përpara, po them e dashura. Nuk po flas për flirtet e kopshtit. Po them një dashur tamam. Kur fillon që del, një raport puthja, tamam, edhe fizikja. Po, ka qenë 15-16 vjeç. Ka qenë një histori shumë e bukur. Ishte kështu në atë kohë ishte si fitore e madhe kështu si. A flasin çunat me njëri tjetrin për të dashurat e tyre siç flasin vajzat me shoqet? Kush thotë që nuk flet, gënjen. Bravo. Gjithë flasin. Kisha këtë dyshim, bëjnë kot sikur nuk flasin. Bëjnë kot. Sidomos kur ta thonë që nuk do të flas me njëri, ja ka thënë already. Çfarë
është diçka që nuk duhet i besoj një vajzë një djali? Se Kohën. po përfitoj nga sinqeriteti. Kohën e vetë. Bravo. Kohën e vetë. Tjetë e ndershme, pa suportoj, po mos ta lej veten kur pas dore, pra si mashkull bën. Më pëlqeu shumë kjo. Se vajzat janë pak vetë sakrifikuese, heqin dorë nga gjithçka se mendojnë që duke ja dhënë të gjitha si në një pjatë prej floriri, ai do ta vlerësojë më shumë. Në fakt, djemve ju pëlqejnë vajzat që sakrifikojnë shumë për to? Një mosh më të rem ka pas pëlqyer dhe mu shumë kjo gjë. Po kur rritesh dhe një vajza që e kanë kaluar këtë fazë, për nuk do i bëjnë më këto gabime që kanë bërë 20 vjeç, me ty sot 30 vjeç. Në fillim të vjen pak inat. Se thuaj që pse ta përjetoj unë këtë version që është shndruar kjo vajzë. Po që të jemi fair, kështu do të jetë. Edhe dyja palët. Vajzat e vështira ju pëlqejnë më shumë, çunave. Mu patjetër që po. Çfarë është për ty një grua e bukur? Një grua e bukur. Cila të duket e bukur ty? Çfarë sheh? Një vajzë e qetë, që flet avash, që ka atë ndjenjën e nënës, që ka manners, që e merr gotën me kujdes, që pyet për gjëra që si di, që mëson, që ka dëshirë të mësoj. Dhe patjetër i vajzë që, e di si e them unë, duhet të ketë ato sytë që të shofi brenda gjithë të keqes, edhe të gjejë atë të mirën, edhe të mundohet ta nxjerrë të mirën në sipërfaqe. Erik Fullani, a ndjesh një djalë me fat? Po jam ndjer gjithmonë. Jam ndjer. Jam shumë mirënjohës. Zotit, familjes, gjithkujt që ka qenë pjesë e rrugtimit tim deri më sot. Nuk e di nëse ti ndjek apo jo podcaste. Unë e di që podcastin tim e ndjek, se e kam kuptuar, më ke thënë vazhdimisht rrugës duke ecur podcasti. Patjetër që e ndjek. Po podcastet të tjerë që të pëlqejnë, je njëri që lexon. Për lexuar nuk lexoj kështu hard copies, më pëlqen më shumë audiobook se nuk më lejon ajo ADHD-ja ime të fokusohem 100%. Ke ADD? Po. Por podcastin ndjek Joe Rogan, ndjek The Sean Ryan Show, që është një ex-Navy Seals, edhe thret ish ushtarak, shumë interesant, e ndjek gjithmonë pëlqen. Ndjek një podcast motivimi, para se shkojnë palestër që të më japi një kështu, të më zgjoj pak. Më pëlqejnë podcastet shumë. Dhe kisha bë dhe vetë një pot. Vetëm ti ke ngel pa e bërë. Edhe ty ka mangut. Bashkë mirë mi vesh. Po patjetër. Jo, unë nuk shqetësohem. Nuk shqetësohem fare, se cili ndjek yllin e vetë polar. Edhe tani po mendoja se më thej që të pëlqejnë librat në audio. E kam një plan që një ditë tjetër librin tim që ti e ke dëgjuar sepse më fole pak, që ta kthej dhe audio, po fillimisht duhet bëhet në anglisht, pastaj do të bëhet dhe në audio. Tani, nëse unë ta dhuroj librin tënd, ti më premton që do ta lexosh, unë gëzohem që njerëzit po e lexojnë, jo thjesht që po e blejnë, se mund ta blesh librin dhe të rim, ka ndodhe mua që s'kam patur kohë dhe ka qëndruar për një kohë të gjatë. Unë do ta lexoj me shumë kënaqësi. Dhe kam menduar gjithmonë për artistët, për shembull, për këngëtarët, thjesht ai shefi i madh mund të jetë që ti ta shkruash tekstin tat me ditë që mendon atë që mendon dhe pastaj njerëzit ta këndojnë koncert përmendsh. Dhe puna e librit do të ketë njëjtën ndjesi që njerëzit lexojnë ato që ti ke shkruar me zemër edhe din historinë tënde. Do lexoj patjetër edhe do të jap mendimin tim. Me një ritëm jete të shpejtë dhe të vrullshëm, kur nevojat për të patur zgjidhje bankare cilësore janë thelbësore për ju, përgjigjen e gjeni tek Abibank online dhe mobile banking. Ky shërbim nuk është thjesht një mundësi, por është mënyra më e zgjuar për të menaxhuar financat tuaja. Përdorimi i thjeshtë dhe i sigurt nga laptopi apo telefoni juaj ju lejon të kryeni transaksione, paguani faturat dhe detyrimet tuaja menjëherë, kurdo dhe kudo që shkoni. Shkojmë tek episodi. Tim pak, pas ke dhe u lajthiza. Vetëm lajthiza. Kështu do ta merja me vete, po mos ta kishe, se do vetëm lajthiza. Kemi lajthiza këtu me shumicë. Faleminderit. Besoj, je natyrë që pish shumë ujë, se ka shumë rëndësi me qenë të hidratuar. Mbi 5-6 litra në ditë. Po me alkoolin, si ke raportet? Do më shajnë shumë për këtë komentin, po unë s'kam pikur alkool në jetë. As i gotë alkool, çdo njeri që më njeh e di
Çdo kamarier i vjetër që te vendet ku shkoj e di. Nuk e ke provuar ti një E kam gotë provu, por verë? nuk kam marruar kur një gotë deri në fund alkool në jetën time. Nuk kam bërë kur tap. Se mi që jemi pak të ushqimi, çfarë ndodhi me biznesin tënd me burgerin? Mua më pëlqen ai burgeri dhe kam ardhur shpesh, pastaj pa pritur e mbylla. Çfarë nuk funksionoi sipas teje? Karantina më prishi shumë punë. Okej. Por edhe i koncepti i burgerit shëndetshëm në atë kohë ishte pak I parakoshëm. I parakoshëm, ishte pak shumë shpejt. U gjyku shumë, jo çmimet, që sot po ta shohësh, nuk gjen në atë çmim një burger. Kacafiu kanë shkuar të gjitha. Po, më shërbeu shumë si eksperiencë, mësova shumë, mësimet që kam nxjerr nga ai biznes i kam gjatë gjithë kohës mendje dhe i kujtoj këtë çdo punë tjetër që bëj. Po, për këtë vlen gabimet. Po. Edhe mos qofshin pa gabime. Patjetër, Se i bie që t'jetojmë, po, patjetër, po i bie që t'jetojmë në një bubble, t'jetojmë aty në një kuti edhe s'dim asgjë çfarë ndodh. Ne folëm shumë për jetën sot, jetën e trimëve sot edhe më pëlqen shumë se ti je ende në kufirin që e njeh çfarë ndodh në treg. Nuk kam dalë akoma kështu. Mua si një 45 vjeçare, o zoti i madh, nuk më besohet e harroj ndonjëherë që jam kaq. Sigurisht të rinin time kam kaluar në ish-blok. Whisky, The Code, Planeti, kanë qenë ato. Tani disa nuk ekzistojnë më, nuk e di çfarë ndodh me të tjerë, ndoshta janë zhvendosur. Dhe ajo që koha jonë ishte që rinim çuna dhe goca bashk, ishim të ndërthurur, kërcenim në klub. Unë sot në plazh, në Tiranë, i shoh grupe vajzash më vete, grupe djemsh më vete, nuk shoh asnjë që të kërcej. Çfarë po ndodh Erik me këtë brez? Çfarë po ndodh? Kjo është moda. Unë kam shumë qejf të dëgjoj djem të ri. I pyes. I shoh një grup djemsh vegjël i pyes, duhet të rrim ato, shpenzoj 5 minuta. E di çfarë më thon? Më qajnë gjithë kohës. S'na e varin, thon, gocat moshatare. Duan çuna me lekt, dhe çuna me makina. Ne në kohën tonë u mërzinim se gocat moshatare kishin qejf çuna më të mëdhej. Tani ka ndryshuar pak. S'mvjen mirë, po rrjetet sociale kanë influencuar shumë keq. Shumë. Jeta e tjetrit. Shumë keq. Shumë keq. Pjesa e materialja është më në kulm se sa kur. Jo se s'ka ekzistuar, por tani ndoshta edhe po e shohim. Megjithatë, Erik Fullani, a mendon se dashuria ka çmim? Disa mendojnë që po, patjetër që ka dhe çmim. Çdo raport është i bazuar në interes. Nuk besoj se do dali i vajzë si thotë unë dua ty se ti e ti dhe pik. Nuk ka unconditional love. Përveç dashurisë së nënës për fëmin, dhe asnjë tjetër. Mendimin tim. Është ajo dhe pik. Patjetër që dhe ne kemi interes. Se unë zgjedh dal me ty se ti e bukur. Dhe ndi e mirë, ti e famshme. Ti zgjedh dalësh prap me mua se unë të bëra për qeshur, kalu mirë. Po sot, kjo pjesa materiale është thelluar pak. Vajzat bën një jetë, bën disa postime, bën një jetë që nuk i përkasit, që nuk i përket atyre. Pra bën sillen si t'jenë nga një klasë që nuk janë. Dhe pak nga pak e besojnë dhe vetë, dhe kanë disa kërkesa, aq të mëdha, që nuk përputhen me çfarë ofrojnë. Mua këtë vit jeta më ka dhënë një leksion shumë të madh, edhe të cilin e kam hedhur në 130 faqe libër. Po ndërsa unë po të bëj ty këtë shënimin tim, unë duaj që ti të më shpjegosh çfarë të ka mësuar ty jeta. Më ka mësuar që po t'i bësh gjërat me pastërti, me drejtësi, me mendje të mirë, me zemër të mirë, gjithmonë do të dalë e drejta. Gjithmonë do të vi ajo e mira që ti meriton. Ka mësuar që there is no free lunch. Asgjë nuk vjen pa çmim. Të më ka thënë baba im që kam qenë i vogël. There's no such thing as a free lunch. Ky është shënimi im për ty. Asgjë nuk vjen pa çmim, Erikut nga mira. Faleminderit. Okej. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ta ka mësuar, ta ka thënë Ardiani atë. Bravo. Ka mësuar që nuk do të gjykojmë askënd. Se kur nuk e dihet çfarë po kalojnë.
çfarë momenti janë. Dhe një vers i Biblës që më pëlqen shumë, John 8:32, i thot, and then you'll know the truth, and the truth will set you free. Kjo më pëlqen shumë, pra e vërteta do të bëjt lirë. E vërtet. Këtë më ka mësu Biblia, jeta dhe realisht është e vetmja gjë që të bën të lirë, e vërteta. E vërteta. Beson te Zoti. Besoj. Është kaq e dukshme. Po, besoj. Faleminderit. Unë të uroj që ai të mbrojë gjithmonë të jetë një kujdestar i mirë. Gjithë bashkë. Faleminderit Erik Fullani Faleminderit, për ishte këtë rrëfim kënaqësi. të hapur, Unë pa ndjeva doreza. shumë mirë, unë ndjeva shumë mirë. Faleminderit. Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Tumo, Melia Durrës.